keqja kur të kthehet me të mirë, me buzëqeshje, kështu siç vepronte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Vinte një njeri dhe e kishte marrë shpatën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i tha tash e kam shpatën në dorë. Çka më ndal mua që ty më të mbyt o Muhammed? E pejgamberi i tha me qetësi i tha të ndal ai i cili ka gjithçka në duart e tij. Dhe pastaj kur e pai që nuk ka mundësi të veproj çysh mendoj, atëherë tha ashhadu an la ilaha illa Allah. Pra nuk i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam çysh ndoshta ne kishim vepru me mendjemallsi se mu ka kush më mbron, është ai nal që ti zguxon ose nuk ke mundësi çfarë të më bësh. Pra i tha me thjeshti të ndalon ai i cili ka gjithçka në dorë. Dhe butësia pejgamberi dhe kur e pa vërtet se ai s'ka mundësi të bëj diçka, atëherë e pranoi Islamin. Kështu ka ndodhur shumë raste ka në historinë e pejgamberit alayhis salam që butësia e tij, thjeshtësia e tij dhe mirësjellja kur të tjerët ndoshta e kanë thyer ose si ai tjetër që ka ardhur tek profeti alayhis salatu wasalam dhe kapi për gjybën e tij derisa ja çeli varr qafën e profetit alayhis salatu wasalam dhe tha më jep se kam nevojë Muhammed. Dhe kur sahabët tentuan që ta kapin dhe ta hakmirën, profeti alayhis salam i tha lene sepse kjo është, si me thon, është një kulturë e tij e cila secili vjen me adetet e veta, me kulturën e vendit ku jeton, qoftë popull që është i vrasht, vjen me vrashtësi, nëse është populli i qetë, vjen me i qetësi, e kështu me radhë. Andaj ne do të mësohemi sepse Islami ka zgjidhje për të gjithë. Dhe nëse dikush ai vrasht prej natyrës së tij, prej ndikohet prej rrethit shumë se ku jeton, atëherë ne do të sillmi, tha jepni sa kërkon dhe pastaj ky person e pranoi Islamin dhe nuk mori sa kërkoi, po e mori sa ka hakun e vet.